Dale, duke na tregu këtë gjë në shtëpi. Ja tregoj Enrit. Po ja tregon publikut. Publiku do të di të gjitha. Pa plagët tuja. Ka shumë kuriozitet publiku për të gjitha. Publiku i dhemi rreshnat për vete. Edhe identifikohet. Disa gra ka thonë, Ami Kostana, mu më dhem këtu këtu. Hajde ankojnë gjithë bashkë. Mu më dhem shpatla, mu më dhem kurizi, mu më dhem qafa, mu më dhem koka. Mos e vrisni menje, gjithë na dhem qafa, na dhem barku, më dhem zemra. Lej njerëzit rahat mos i kujto dhimbjet. Ua, njeriu ka nevojë të identifikohet me dhimbjen, ç'a thotë ti? Ka nevojë. Të dhëm ty këtu, po dhe mua ata ku shërun. O popull. Menoni gjëra të bukura, lejeni dhimbjen. Dhimbja po su jetua nuk kalon. Trupi ka Dhimbja nuk mund të mohohet. Kështu që çdo njeri do bëhet mirë. Po. Ai manifest. Shërim për të tërë. Dhimbja duhet përjetuar për të shëruar. E mohuar nuk duhet përjetuar, dhimbja duhet lënë rahat. Dhimbja duhet përjetuar e gjitha deri në fund. Jo sa ashtu e shton, Jo, nuk e shton, e përjeton, e nxjerr, shërohesh. Mirë. Po e nxjerr me si funksionon. Thjesht duhet me pas me nga dhimbja dhe duhet ta kesh. Jo, s'duhet ta kesh Kosana ke gabim, se sugjestionon më shumë. E mirë, ti se ke gabim, ne të tjerët e kemi, vetëm ti s'ke Ka gabim. teori të ndryshme. Teoria ime thotë që duhet përjetuar deri në fund, ndjerë dhe pastaj kalon. Patjetër. Kalon duke u jetuar dhe jo duke u mohuar. Kështu që do ndjesh, se përderisa quhet dhimbje, do të thonë që të dhem, po puna është që pasi e kupton që ti ke dhimbje, s'duhet ta çosh në mend që ke dhimbje. Ka teori të ndryshme. Po, kjo e jotja është në rregull. Kjo s'është e imja, se se kam shpikun. Po thimi shkolla mendimi të ndryshme. S'kam shkollë mendimi, Kostana, ka mendimet e mia. Unë i bashkojmë kësaj shkolle mendimi, e kam të përjetuar në lëkurën time dhe më ka funksionuar. Dikujt i funksionon diçka tjetër. Kështu që bota ka vënd për të gjithë. Erdhi ushtria. O, dashë. Për sot apo për... Për tani. Mas 5 minutë. Mas 5 minutë është jetë. S'ka e funit. Si fletë ti, Zhak? Mirë fleta, mirë flej gjithmonë. Pak e sakt. Po ti mirë? Pena e ndër tjetër të keqen. Mami, mirëmëngjes, mami. Se kam përshëndet mamin. A je zgjuar, a ke pi kafe, a ke bën një gjë. Na bëj një byrek, na e sill këtu. Se i qanë mami në byreku. Kek duhet për mëngjes. Jo, po për drek më burë. Dhe të menu për drek. Kam vënë 3 vezë. Do është vezë, Zhak? Jo, se mërë nuk e ha vezë në rafsh. Kam vënë 3 për të zi. Nuk të pyta se si shë. Jo, mirë bënë më. Po i vuna aty. Ta bëjmë si dje. S'jam të hongër. Po kush do t'i ja i gjitha të vezë? Ti, 3 copë? 3 copë vezë? Po unë po hongra 3 vezë, kush do më mbaj pas ta? S'kut marrë, se vrit me endë. 3 vezë po, këto energy drink po. Mishë ngrëm dje, pas ta... Da e si mozo, pas ta... Pas ta i fluturo. Gjithë janë gjumë, ha? Mirë bënë. Këta që kanë dojnë vëmë, po? Po edhe unë në orën 3 duhet kënë fjetë.
Të tjerë duhet kanë thjetë kur ka filluar zbardhja. O, nëne. O, ma, mirë mëgjes, uroj t'je shumë mirë. Edhe ti dhe babi dhe të gjithë. Mu ka fillu me marrë malli për njerëzit. Po ty? Dje i ka menduar gjithë ditën. Në heshtje ju ka menduar të gjithëve me radhë, nga i parit e i fundit. Ja, e pim. Do kafe, mote? Ja. Jo. Thuj Zhaku se është aty. Thuj Zhaku ta bëj pëndeshe, se është atje. Po kërkoj edhe Vanessa, sollë. Nesa! Këtë po e lë për më vonë. Ma pat. Mos ma hidh nga më lutem. Vede hudhësh kur të pastrosh. Me siguri do arroj që shimja. Do thot qenë të gjelin. Qenë këta që i kanë lënë kështu. Jo, po e them që ju lutem, mos ma lëvizni se do vi në pushimin e radhës të pi atë që kam mbetur. Qajri mirë. Ajër. Ajër. Ka lezet. Oksigjen. Opala. Duhet me pastrua ato unë të shë, qërit poshtë. Nëse në i spatu, ju lutem. Metali. Ka atje, ka napa. Të veglet e punës. Të janë kështu si vë. Jo, me vë. Duhet mund spatu t'ketë në edhe kuzhinë një- nga ato që pasron sobën. Mund të ketë edhe një peta shuqe. Po duhet, e ime duhet shu si thika ajo, si brist. Është ajo që pastron në kuzhinën. Po, Megjithëse kam edhe unë një kështu me vete. Edhe rrobat nga bo shumë pis plot me qeri. Duhet me i qunë pastrim kimik. Aty, pastrimi janë kimik. Ja, duhet pastrim kimik. Si kënë qeriu. O, me qirit, i bona me qirit si punë. I bona. Bon pantallona. Ta provoj mira këtu, pastaj pastrim. Po jo mi se mërase i kam pantallonat firmato. Inshallah nash për blena gajme në i plotësim dëshire që rrobat pastrim kimik. Se dëshirë ke njëtë. Për atë performansën ndje me qiria, ga. Ma plotësot duke ti që rrobat pastrim kimik, ka du bofsha. Kurse gjaketon e Reganës e lajt me lavatrice, se me qik këshu me pijem, Henry, vë Indre. Indri. Indri, e gjova agajnë. Ko e bukur sot. E bukur ma edhe dje, e bukur ishte.
Ti po ashtu që do bësh ti sot? Më thuj, Pallariu. Do më ndihmosh çik aty ti edhe me fshes me korrent, domethënë? of, si jo. Që mund t'i heq ato t'i fus qese dhe ato mbeturina t'i marrim direkt në fshes me korrent. Te dyshemja, thot, ja? Se është bo katastrofare dhe po u shkele ajo pastaj përhapet, bëhet laç. Apo s'kishe edhe ujë di aty. Duhet pastru mira, edhe divani duhet pastru. Po zgrasatorja nuk e shkrin atë? Jo. Dyshoj. Nuk e bom në asnjë gjë po të them, se kam përvojë me qerit. I ke pa kishat, si e kanë qeriun, atë të akumuluar me vite të tëra. Ajo era që vje, nga dylli është. Shqit me shumë dylli. Soda akustike u donte. Soda akustike. Është lloj longu që është goxha i fortë. Acid. Tip acidi, po. Leje mos na fut acid këtu se na po na djeg.